Periudha e festave të fundvitit sjell emocion dhe gëzim edhe tek më të vegjëlit. Në kopshin Ismet Sali Bruçaj, fëmijët e përjetojnë këtë kohë përmes vizatimeve, kartolinave dhe dëshirave që ja drejtojnë babagjyshit. Drejtoria e këtij kopshti, Arena Baci, shpreh se festat e fundvitit sjellin gëzim te fëmijët. Fëmijët në ambientet e kopshtit janë përpikur të dekorojnë secilin ambient duke filluar me klasat e tyre. Në momentet që ata fillojnë veshin bradhin, aty janë ata momentet e lumtura dhe të papërshkrueshme. A kartolinë me pemë. E ke realizuar ti vetë? Po, Kujt ta dërgosh? Mamit. Në çdo rrugë, në çdo shtëpi, kota ne kur i takojmë, njëri tjetrit t'ia urojmë. I ke dërguar letër babagjyshit? Po, e kam pas si kartolinë, kam marrë një fletë vogël, ja kam shkruar një dëshirë që ka pas babagjyshi, e u lumturu shumë babagjyshi. Po çfarë dhurate i ke kërkuar babagjyshit të thëselli? Një makinë. Do ta sjell? Po. Në këto ditë festash, fëmijët na kujtojnë se lumturia fillon nga gjërat e vogla. Një vizatim, një kartolinë apo një këngë, ato janë shprehja më e sinqertë e gëzimit që sjell kjo periudhë.